Kjo që kam në dorë quhet arapash. Kur theret baktia, pra qëngji, me zorët, pregatitet arapashi, ka shijen e mishit natyrisht, të lëngut të zorëve, shijen e vjozmës, të gjalpit të deles dhe lidhjen e bën mielli i misrit dieta. Këto janë zorët e qingjit dhe kur theret baktia këtu në zonën e kurveleshit bëhet ose kukurec, zorra, ose arapash. Dhe ne do të bëjmë arapashi me miell, misri, dieta, me gjalp dele, me vjozm dhe me qep. Dhe natyrisht do shuhet me këtë lëngun e zorëve. Në qoftë se vinte miku dhe theri mishi dhe piqe mishi, të brëndshme bëheshin o kukurec, o arapash. Ta të shdashur për të larë zorët? 1 orë e gjysmë. Me që zorët i keni larë, qepët i keni prerë, vjozmën e keni bërë gati dhe gjalpin unë po edhe mielin e misrit dieta. Yndyra është ajo që e bën më të shishëm edhe më të ngrënshëm. Tani do hedhim zorët. Që do t'i kavardisni me qepën dhe me gjalpin. Me gjalpin. Tamam ushim mali, ushim labërie. Dikush, kur vinde që ishte mik, e shikonde situatën që s'kish normal të theret mishi, dhe i thosh, nuk dua mish, jo, i thosh. Arapash dua, po që të bëj arapashit duhet të dilin të theret mishi, që të dilin zorët. E bënte me kastile. Me kastile. Hajde dua. E bukur, kështu gatuani juve të zonës së Kurvelishit? Me raki. Me raki. Sa të bëhet arapashi do jeni për tap, kam përshtypjen. Jo. E kemi për nxemje. Nga shumë të lezetshëm dhe zona e Golomit, fshati Golom ka shumë humor. Gatuajnë, bëjnë humor, pinë nga një teke raki, ç'ra ke keni atë? Raki roshi. Hajde gëzuar, po e pi dhe unë një gotë. Hajde armagizuar. Hajde gëzuar. Tani do hedhim vjozma. E sa bukur, çfarë arome ka marrë. Tani do hedhim lëngun që kemi zjerë zorët. Super. Tani do t'i hedhet mielli, ngadal duke e transuar. Opa. Ky është arapashi. Po.